Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të gjitha lavdërimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm tek Ti ndihmë kërkojmë. Na udhëzon rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët Ti I begatove, e jo në rrugën e atyre që merituan zemërimin tënd, dhe as në rrugën e të humburve. Thuaj, Ai është Allahu, një dhe I vetëm. Allahu është absoluti, e samet. Ai nuk ka lindur askënd dhe nuk është I lindur nga dikush. Asgjë e askush nuk mund të jetë si ai. Thuaj, kërkoj stret e Zoti I agimit, prej dëmit të çdo krijese që ai krijoi, dhe prej errësirës së natës, kur ajo shtrihet në tokë, dhe prej dëmit të atyre magjistarëve që lidhin dhe fryjnë nyja, dhe prej dëmit të smirkeqit, kur ai zileps. Thuaj, kërkoj stret e Zoti I njerëzve, sondimtari I njerëzve, I adhuruari I njerëzve, prej së keqes së nxitësit të ligësisë që rinë prit I fshehur, I cili I trazon zemrat e njerëzve, qoftë ai nga gjindët apo nga njerëzit. Thuaj, o Zoti im, nëse Ti do të më tregosh sa jam gjallë, atë dënim për të cilin ata janë paralajmëruar, atëherë, o Zoti im, mos më përfshi mua në ndëshkim me atë popull keqbërës. Dhe thuaj, o Zoti im, unë kërkoj mbrojtje tek Ti prej cytjeve të shejtanëve. Dhe mbështetem tek Ti, o Zoti im, që ata të mos më afrohen. Prandaj thuaj, o Zoti im, më fale më mëshiro, sepse Ti je më I miri I mëshiruesve. Thuaj, Ai është Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër me meritë veç Ti, vetëm Atij jam mbështetur dhe vetëm tek Ai kthehem. I lartësuar qoftë Allahu, sunduesi I vërtet. Dhe thuaj, Zoti im, më shto dituri.